për të miratuar në këtë rezolut. Shtetet e Bashkuara të Amerikës e kanë shpallur Gardën Revolucionare Iraniane, organizatë terroriste që në vitin 2019. Në janar të këtij viti të njëjtën gjë e bëri dhe Bashkimi Evropian. Ndërkohë një numër tjetër vendesh anëtare këtu të Bashkimit Evropian dhe ndërto spikat Gjermania, Franca, Mbretëria dhe jashtë Bashkimit Evropian, Mbretëria e Bashkuar, kanë marrë masa konkrete për fshirë shpalljen si organizatë terroriste Hezbollahu. Në këtë kontekst, qëndrimi i Shqipërisë është pjesë e një përpjekje të gjerë, të koordinuar të komunitetit ndërkombëtar për të mbrojtur sigurinë kolektive dhe për të parandaluar përdorimin e terrorizmit si instrument i politikës shtetërore. Dhe së fundmi, minimi i kanalit Hormuzit nga Irani është një akt tjetër terrorist i cili synon bllokimin e lëvizjes së lirë të anijeve të transportit, duke shkaktuar kështu një krizë energjetike në mbar globin. Prandaj, nderuar kolegë, kjo rezolut nuk është një rezolut kundër një populli. Ajo nuk i drejtohet kurrësi qytetarëve të Tiranit, të cilët janë shpesh dhe jemi gjithë dëshmitar, janë vetë viktima e një regjimi represiv. Ajo është një qëndrim kundër praktikave shtetërore që mbështesin terrorizmin, destabilitetin dhe përdorimin e dhunës si një akt i pastër politik. Shqipëria ka treguar vazhdimisht se është një partner i besueshëm në luftën kundër terrorizmit. Kontributi ynë në NATO dhe në misionet tona ndërkombëtare është dëshmi e qartë e këtij angazhimi të vazhdueshëm. Kjo rezolut është pra vazhdimi logjik i këtij angazhimi. Ajo është një mesazh i qartë se Shqipëria jonë e përbashkët nuk e toleron terrorizmin në asnjë formë dhe institucionet e saj janë të vendosura ta mbrojnë demokracinë, sigurinë dhe sovranitetin e vendit. Për këto arsye, i ftoj të gjithë kolegët ta votojmë së bashku një zëri këtë rezolut. Keqardhje për mungesën sot në këtë seancë të deputetëve të 3 grupeve parlamentare të opozitës, të cilët nuk ditën që në një moment solem të një qëndrimi të domosdoshëm urgjent me njëhershëm të Shqipërisë për krah Shteteve të Bashkuara të Amerikës, për krah vendeve anëtare të Bashkimit Evropian, sikurse përmenda Gjermaninë dhe Francën dhe plot vende të tjera, për krah një partneri të rëndësishëm si Mbretëria e Bashkuar, nuk dolën sot me interesin e vogël të javës të njoftuar për një tjetër protest pa krye, të vinin në seancën e Kuvendit të Shqipërisë dhe ta mbështesnin këtë qëndrim i cili është i domosdoshëm, është urgjent dhe i nevojshëm sa i përket edhe kontekstit të ri pas zhvillimeve, pas sulmit kibernetik kundër Kuvendit të Shqipërisë, sa i përket interesit të Shqipërisë të brenda nesh, por edhe zhvillimet që lidhen me bllokimin apo minimin e kanalit Hormuzit apo zhvillimet të tjera të bëra publike. Kështu që në këtë këndvështrim, për ta parë jo si një akt formal, por duhet ta shohim si deklaratë të qartë të vlerave dhe përgjegjësisë sonë si demokraci, si një aleat i NATO-s dhe si një vend që brenda vitit 2030 do të jetë antar i Bashkimit Evropian. Duke ju falenderuar, tekstin e plotë rezolutës secili prej deputetëve ka përpara, është publikuar në sistemin e komunikimit publik të Kuvendit të Shqipërisë. Nuk po e lexoj tekstin për të lehtësuar kohën e nevojshme dhe diskutimeve, por ju ftoj ta votojmë një zëri këtë rezolutë të rëndësishme. Faleminderit. Faleminderit zoti Balla.